emision, ndryshe nga emisionet e tjera, jemi jashtë studios dhe do të mundohemi ta bëjmë më shpesh këtë, sepse Shqipëria nuk ka vetëm egërsinë, gjuhën e dhunës, bulevardit dhe të ekraneve televizive, cilët i shërbejnë kësa dhune për të përfituar rrugën e re të Çorbës, por Shqipëria ka dhe njerëz të punës, njerëz krijues, njerëz që prodhojnë, njerëz që krijojnë ambiente relaksuese për njerëzit dhe mendoj Kantina Duka është një ndër këto dhe po të vini këtu do ta zbusni dhe shpirtin tuaj në këto vreshta të bukura të Ishmit, në këto vila ku mund të kaloni një natë apo dy net, në restorantin me ushqim bio dhe me verën Duka që është një verë e preferuar dhe një kualiteti të lartë, thonë që është shumë e mirë për shumë gjëra dhe për dashuri. Vetëm pak minuta larg gjerit të Lalzit, mes kodrave të Ishmit, natyra ka krijuar një panoram që të fton të ndalosh. Mes vreshtave, liqenit dhe gjelbërimit, Kantina Duka është kthyer në një nga destinacionet më të veçanta të agroturizmit shqiptar. Një vend ku vera, gastronomia dhe mikpritja bashkohen në të njëjtën përvojë. Do flasim në këtë mëngjes nga Kantina Duka. Kantina Duka ka filluar punën e saj në këto vreshta në Ishëm në vitin 2005 dhe në vitin 2007 ka prodhuar verën e parë. Dhe që prej asaj kohe, Kantina Duka ka arrit prodhoj 150.000 shishe në vit, një cilësi e të lartë. Sot Kantina Duka përpos kantinës ka restorantin, siç do ta shihni edhe më vonë, ka hapur dhe vilat, 10 vila ku këtu në këtë resort tashmë, që ka një natyrë të maniqme, mund të vish dhe të kalosh një weekend dhe më shumë se një weekend, aq më tepër kur plazhi i Gjirit Lalzit nuk është më larg se 3 kilometra nga këtu. Ajo që do të na shpjegoj më tej se ç'ndodh me Kantinën Duka dhe CEO e Kantinës Duka, që drejton gjithçka ke Kantina Duka, është Elda Kërçova. Elda. Përshëndetje Ilir, faleminderit që erdhët. Faleminderit që gjetët kohën edhe të na vizitoni edhe ta përjetoni edhe ju bashkë me ne këtë eksperiencë të bukur që ne ofrojmë tashmë. Gjithçka nisi mbi 2 dekada më parë, nga pasioni i agronomit Enver Duka, i njohur nga të gjithë si Gjyshi. Në vitin 2004 u mbollën hardhit e para, ndërsa 3 vite më vonë doli edhe vera e parë. Sot, nga këto kodra, prodhohen rreth 150.000 shishe verë në vit, ndërsa etiketat e Kantinës Duka eksportohen në disa vende të Europës dhe janë vlerësuar në konkurse prestigjioze ndërkombëtare. E para për faktin se ka emrin e Gjyshit, që është edhe iniciatori edhe krijuesi i gjithë kësaj gjë së bukur që është bërë tani, e cila po rritet, po investohet, po zhvillohet dita ditës, edhe Gjyshi do ishte shumë krenar, po ta shikonte tani në këto nivele dhe që ai ka qenë ideatori i gjithë kësaj. Fikusi Gjyshi është babai i vëllezërve Duka. I vëllezërve Duka, i Mandukës. Po. Tash sa lloj verash ka kjo kantinë, sa ka shkuar tregu dhe sa janë jashtë Shqipërisë. Unë di që janë dhe jashtë Shqipërisë, por ju keni në Londër, keni. Po, ne kemi filluar të eksplorojmë edhe tregjet ndërkombëtare tashmë. Ne ndodhemi në Angli, ku kemi një eksperiencë shumë pozitive prej disa vitesh atje. Pa tjetër që ndikon dhe fakti që komuniteti shqiptar atje është goxha i zhvilluar dhe i kërkon produktet bëndase shqiptare, por edhe të huaj të cilët vinë këtu, e prodhojnë verën, e pëlqejnë shumë, edhe kërkojnë që ta blejnë, ta marrin me vete, na kërkojnë informacione ne se ku ndodhemi, në cilat shtete jemi, pra si mund t'ja dërgojmë atje, si mund ta marrin atje. Patjetër që ne jemi edhe tek duty free-a në aeroport, edhe atje kemi rezultate shumë të mira, që do thotë që ato e marrin me vete në vendin e tyre, pikërisht si një kujtim nga Shqipëria, po edhe një produkt shumë cilësor shqiptar. Tregjet që ne kemi prekur përveç Anglisë janë Republika Çeke, Belgjika, ne kemi filluar një marrëveshje shumë të mirë me Norvegjin. Norvegjia është një treg shumë interesant që kishte disa rregulla shumë strikte për të futur tek ai treg atje. Ajo që mua më duket shumë interesante është që ne na vijnë kërkesat në mënyrë të vazhdueshme nga
nga tregjet e huaja për të futur produktet shqiptare. Edhe kjo është shumë për të vlerësuar që produktet shqiptare tashmë kërkohen në tregjet e huaja, cilat janë dhe produktet premium tonat që kanë marrë çmime në kompeticione ndërkombëtare. Sheshi i Bardhë është vlerësuar me medaljen e artë në një kompeticion të zhvilluar vjet në Greqi me të gjitha verat e Ballkanit. Rezerva Duka gjithashtu ka marrë edhe ajo medalje. Por kantina Duka nuk është vetëm një kantinë vere. Restoranti i ndërtuar pranë liçenit është kthyer në një destinacion më vete. Kuzhina mbështetet te produktet e zonës, recetat tradicionale shqiptare dhe kombinimi i tyre me verat e prodhuara në këtë kantinë. Çdo pjatë përgatitet me kujdes, ndërsa çdo gotë vere zgjidhet për të plotësuar shijen e saj. Por këtu ju keni evente, keni turist huj kanë ardhur. Dhe nga ajo çka njerëzit thonë është që është një ushqim natural food, domethënë ushqim organik, pur. Dhe kjo është gjëja kryesore që vi njerëzit, sigurisht edhe vera. Ushqimi me verën janë të kombinuara bashkë. Plus ka dhe një ambient shumë relaksues, që përpos natyrës dhe liçenit që është rrotull, ka dhe ambientin. Qetësia e liçenit, vreshtat dhe natyra përreth e bëjnë këtë vend më shumë se sa një restorant apo një kantinë. Vizitorët mund të ecin mes vreshtave, të shijojnë peizazhin ose të kalojnë orë të tëra pranë ujit. Është pikërisht kjo atmosferë që e dallon këtë destinacion nga shumë të tjerë. Ju do të kujtohet, unë kam marrë këtu me një nga përfaqësuesit e një kompanie shumë të madhe në Amerikë dhe që merret me verat dhe ai vlerësoi shumë këtë që thatë ju verën superiore, Cabernet dhe rezervën. Tani është identike me një verë që është në Amerikë që i quhet Nickel & Nickel. Dhe ajo kushton në Amerikë 300 euro. Tash nuk po e themi që është identike, po unë si njohës i verës edhe personi që erdhi ju keni prezent sa që është identike. Në Shqipëri ka një konfuzion që të preferojnë verat italiane apo të huaja, sepse janë më të lira dhe janë pse janë italiane. Mirë po, si thojnë amerikanët, ato janë garbage. Dhe nuk ka mundësi që të dali kosto. Pra, nuk po flas për superiorin, për shembull, kallmeti që keni bërë tash është i shkëlqyeshëm për çmimin që edhe është një varietet autokton shqiptar. Po, autokton shqiptar. Dhe nuk e kuptoj sepse nuk është në çmim hata, çmimet që ka. Jo, absolutisht. Nuk ka edhe kantina Arbri edhe të tjerët. Po, por nëse do të pish verë dhe një verën për verën duhet shpenzosh. For good wine and good woman you should spend money. Dodhemi aktualisht, do thoja që kemi bërë arritje. Kemi bërë arritje jo vetëm ne në aspektin komercial të biznesit, po kemi bërë arritje që produkti shqiptar emërohet dhe kërkohet në tregjet e botës me të njëjtin standard dhe konkuron me të njëjtin standard me produktet e tjera. Por tashmë jemi në një vend që arrim të bëjmë dallimin midis një produkti cilësor italian, midis një produkti jo brenda standardit italian dhe midis një produkti cilësor shqiptar. Investimi më i ri janë 10 vila turistike, ndërtuara mes vreshtave, me arkitekturë moderne, ambiente komode dhe pamje panoramike. Ato janë krijuar për vizitorët që kërkojnë më shumë se sa një drek apo një degustim. Qëllimi është i qartë, ta kthejnë kantinën Duka në një destinacion ku mund të kalosh një fundjavë të plotë. Ne kemi hapur këto vilat, siç thatë, të cilat quhen La Reserve by Duka Winery. La Reserve by Duka Winery lindi pikërisht nga kjo dëshira për të krijuar një eksperiencë. Ne duam të ndërtojmë një destinacion ku vizitorët të vinë jo vetëm thjesht për të fjetur, por për të krijuar një përvojë, për të marrë një kujtim të bukur nga ky vend, një kujtim të bukur nga Shqipëria. Kështu që besoj se ja kemi realizuar qëllimit edhe objektivit. Ne kemi 10 vila me nga 2 dhoma secila, ku bëhen në total 20 dhoma. Edhe tashmë mund të them që jemi bërë një destinacion
ku vizitori vjen dhe shijon, deguston verat shqiptare, varietetet autoktone shqiptare, kalon disa momente në kantinë, ku viziton kantinën dhe shikon procesin e prodhimit, viziton vreshtin, zbret poshtë në restorant edhe provon gatimet autoktone shqiptare të kombinuara në mënyrë të përkryer me verën shqiptare, dhe pastaj provon komoditetin që qëndron aty mes vreshtave. Në vitet e fundit, agroturizmi është shndërruar në një nga sektorët me rritjen më të shpejtë në Shqipëri. Investime si Kantina Duka tregojnë se natyra, prodhimi vendas dhe mikpritja mund të krijojnë destinacione që konkurrojnë denjësisht edhe jashtë vendit. Stampa para 2 ditësh kishte një artikull. Ishte këtu tek ne. Këtu kishte një artikull gjatë shumë. Na dedikoi një artikull të gjatë sepse ato ngelën të surprizuar nga ky vend. Disa prej tyre i kishin herën e parë që vizitonin Shqipërinë edhe u manitën nga zhvillimi që ne kemi marrë si vend, manitën nga bukuria natyrore që ne ofrojmë, dhe në mënyrë të veçantë u manitën nga Kantina Duka, nga ky vend kaq i bukur këtu, natyra, gërshetimi i cilësisë i natyrës, i shërbimit. Kantina si teknologji ku prodhohet. Në total. Nga ky vend. Dhe pikërisht këtë po thoja, u manitën nga investimet që ne kemi bërë, nga natyra, investimet që Duka Group ka bërë, sepse ne folëm dhe për ekonominë e vendit, për zhvillimin e industrive të ndryshme që janë bërë, dhe Duka Group patjetër që është një nga zërat kryesor edhe me histori 30 vjeçare tashmë në tregun shqiptar, ku ka investuar shumë në industri të ndryshme që mban brenda vetes ky grup i madh. Dhe specifikisht për Kantinën Duka ato manitën nga teknologjia që ne përdorim, nga investimet që ne kemi bërë, nga mikpritja jon, nga standardi ynë i shërbimit, dhe u kënaqa shumë kur dikush prej tyre më tha që ju, Elda, tashmë jeni në të njëjtat nivele standardi, shërbimi, cilësie me destinacionet të huaja në rajon. Çfarë të reje do na sjelli më Kantina Duka? Do të qërohet, do të rrisi numrin e vilave, do të rrisi prodhimin? Objektivi ynë është të ofrojmë një destinacion ku vizitori të largohet me një përvojë, me një eksperiencë të shijuar këtu tek ne, dhe të renditemi në një nga destinacionet më të përzgjedhura, më cilësore në rajon, ku të na zgjedhin turistët e huaj, patjetër nga e gjithë bota, siç po na zgjedhin tashmë, edhe për wine touret që ne organizojmë, por edhe për strukturat akomoduese që ne kemi hapur para pak muajsh, por edhe pushuesit vendas. Dhe unë do të veçoja pushuesit e diasporës, të cilët kanë provuar patjetër strukturat të ndryshme akomodimin në vendet e tyre ku kanë zgjedhur të jetojnë, dhe të vinë të gjejnë të njëjtin standard, e ndoshta edhe më të mirë si standard, se sa strukturat që kanë provuar në vendet e tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Mes kodrave të ishmit, kjo është historia e një ideje që nisi me një vresht familjar dhe që sot vazhdon të shkruhet me të njëjtin pasion, sepse siç shkruhet edhe në hyrje të kantinës, kudo dhe kurdo që të më kërkoni, më keni në vresht.